ndryshe në Top Albania Radio. Do hym te kjo rubrika e pyetjeve pa nivel. Pa nivel, ne kemi pyetje pa nivel. Kemi një qef të heqim pak tani. Se gjaja kena nivelin vetë. Po pra. Nëse ne do shkojmë botror, sa lek fiton federata? Opa. Fiton. Çdo skuadër ka vlerën e vet, ato janë publikuar, po nuk ka kështu, janë lekët e FIFA-s. Po i merrni ju, po ju shpërndan jo, si ju që punoni apo jo? Apo rrin fondin e. Është e pasur federata jon Alban? Federata hyj besoj nga gjithë shoqatat jo fitim pruse që është më e mirë organizuar do të thosha. Në Shqipëri apo në Europë? Në kështu në rajon. Edhe në rajon as diskutohet tjerë. Ka si me federata që kemi për rreth, ne jemi gjatë më të përparuar, më të zhvilluar, sepse duket ke jo më shumë se ke pjesëmarrjen europiane dhe këto, se sa ke ajo për infrastrukturën që kemi rregulluar gati në pjesën dominuese të gjithë vendit fusha, të është projekti 100 fushave, aq më tepër me 2 projekte shumë madhështore që ka, uniforma ime dhe topi janë 2, që janë gjitha falas për çdo person nga mosha 6 vjeç deri 19 vjeç që luan futboll dhe merren me futboll, topat, uniformat i ka falas. I ka falas, ë? Po mirë, po është ky gazetari që vetëm gjithmonë e ka me Federatën Shqiptare të Futbollit. Sinemati. Apo është stil? Është një e vjetër ai, domethënë. Është një e vjetër federata. Okej. Jo, doja ta pyesja Afrimin, nuk e di fëmijët juaj i keni angazhuar me sport, me futboll, ai keni trashëguar çika të po deri në moment që iku në Amerikë dhe la. Ashtu. Se lose futboll? Po. Ashtu? Po, pe vriste emrin im. O, çuni Afrimin, çuni. E gaza. Edhe jeton në Amerikë. Problem, po. Po çunat tu Alban Lozin? Çunë goc. M'fal, çuni. Çuni ja, u mor pak me sport, nuk është se kishe fush tjetër, kam marrë inxhinieri elektronike, Gjermaninë, ka linjë tjetër ai domethënë, është e komi nga koka domethënë nuk gjati shumë nga unë, gjati nga grus. Po unë që para se të lindja çunin thoja do lind një çun dhe do e bëj futbollist. E kam pas keq? M'duket se po ecën shumë mirë në futboll. Bravo, shumë mirë. Pas ka ngjan nga baba m'duket. Baba ka qenë arbitër në Itali, po. Pastaj u dom tuçi, po. Ore, ushqim duhet sa kiste, jam shumë kurioz. Ç'a hani ti kur bëjnë stërvitje? Grosh. Munonin. Tregoj biles i rasa shumë i bukur, fantastik biles. Ishim fazë përgatitore në Antalya. Edhe me kombëtar, ishim me Partizan dhe Sul Starova tani na kishe zbuluar te recetën e futbollistit dhe dietën që duhet matej gjatë javës, edhe na e shpërndau gjithë ajo të merrni tash shihni këto lexoni, edhe ndërtet njëri nga ne Bahari, ja dha direkte. Çfarë do bëmë tha? Lexoj pa çdo hasha, shefte ajo. E lexova prapë, po vetëm qepën gjithë që kom shtëpi tha. Gjithë dhe menu që kishe për futbolin, vetëm qepën kishte në shtëpi. Tha, na tha, se lexova tha, se të shkruaj aty bukin integrale, pasta, mënyrë çfarë do të hashën mjes, jo brioche këto gjërat e ëmbla, karbohidrate sa ishin. Kombëtarja janë qenë ndryshe, se ka qenë Luka Eqimi, doktor. Edhe mundohej që përgatiste edhe atë lloj diete që mund të hanin. Po. Kurse te Partizani kujtoi rast që shkoshim nesër në Laç. Edhe i merrshim një tenxhere me mish, tenxhere me vezë, tenxhere djathtë, Coca-Cola që sa nuk lejoheshim atë. Ndalosh zollën. Për zollën. Ne veshim sipër ke buka. Djathtë, dinamit më mbark. Se si lupa lut vinin. Si ka shumë zemra valla. Forti si nuk ju. Ama Salzano unë nuk e di, emocionet që t'i jep sporti, unë nuk besoj që t'i jep ndonjë fushë apo ndonjë profesion tjetër. Unë kam përmendur tjetër me gjithë respektin e madh, sepse ka evolu çdo gjë ka evolu. Me gjithë respektin e madh për gjithë trajnerët që kemi pas, po ne kemi punuar i çik gati në mënyrë shtazarake, do të thosha, sepse metoda lidhjes nga mungesa e informacion. Ne ishim veni mbyllë, ne kemi arrit të po mos urinoshe që të kishe pak pika e kujton gjaku, të ishe skuqe, ato nuk e qushin që ishe bo stërvitje. Domethënë që u afroshe ke ujë, nuk të leshin më afru ke zora ujit. Po tash i bite makina modhe zizi mod neve, serbatori ujit bosh në hajde të heste. U nxete motorin tu plas. Po sikur mos të afroshe ke ujë qishin nga stërvitje. Gjithë informacioni vite nga lindja. Qa boshin marinare to? Si mos pi ujë, nuk jepin ujë fare vetarë më. Gjatë ndeshjes. Ej, për shumë kohë ka qenë që në sport edhe në palestër mos pi ujë gjatë së vitës. Pse?
Ajo shpesh dhe nga pak, patjetër. Shpesh dhe nga pak, patjetër. Dëgjoj, un kam dëgjuar historia ndryshe. A pini duhan sportistët kohën tuaj? Ishte si çeftas, unë kam atjes kam as pik. Po kisha disa ke skuadra që pinin, edhe rishin dhe me peshqir kështu bilës që hapshin benxheqet, lutin atë kështu ti ditë ty. Po mira, kishin fuqitos? Pa, na pishin cigarë shumë tepër si për motë se po pra. Nuk ishin nga ato konsumatorë. Po kështu droga tjera jo. Me 2 vite ku kisha qenë me cigarë, multivitaminë. ilaçin që tipshin. Tani lojtari më komik që keni pas ju që përveç teje, domethënë. E kemi në studio, por e kemi shansin fatit. Afrim, ky është, domethënë Alban Tafaj është ai që bën më shumë humor. Mërzitur me Albanin telefonin të heq mërzin. Edhe tani, na ndaj një histori tjetër të bukur nga, kujtu nga grumbullimet. Çfarë ishte ajo historia me Shulkun? Se di, ka qenë me mua. Bashkë keni qenë? Kam qenë me Lirin në Hamburg. Jo atë që i dorëzoi dhomën ato. Jo, është tjetër. Atë morën vesh. Atë tjetër. Nesër me kombëtarën në Gjermani. Vjen ai trajneri i San Paulit, në atë kohë ishte kategoria 2 në Gjermani. Kërkoi 2 lojtarë, jo se ishim ne më të mirët mas neshës me Gjerman, po 2 pozicione që aty duheshin për ekipin e vet në atë kohë. Që ti blinte? Qendër mbrojtës edhe mbrojtësi djathtë. Vim në Shqipëri, marrim vizat dhe shkojmë në Gjermani. Fillojmë servitjen edhe ata. Kush ti me kë? Unë me Shulkun. Me Shulkun. Edhe ti thash sot që do ta them, jo të lutem. Nëse na dëgjon Shulkun, përshëndesim. E dum fort. Na lanë një dhomë veç ata, që të zhvisheshin mbas servitjes edhe dush ishin përbashkët që laheshin zgjedh. Nuk hynim që llogarit në atë kohë ishim shumë fit. Po në krahasim me ata se si u dukte vetja. Ka qenë ato pasqyra duke ne kavajës që duke se kuptohet ti. E këtë ishte mirë. Ej, si akvariumi që folëm të. Krahasim me ata se si u dukte vetja. Edhe një ditë premte marrëm servitjen dhe hapa derën në për të parë, po laheshin zgjedh. Ham tha më lirë, se kanë marruar akoma, se marroshin ata laheshin. Të gjithë në një vend që mos biten sy. Mos bishin synë edhe bëshim stretching të dhoma jo. Ti sudurova, ora hapa derën, pash vetëm njërin që ishte ul kështu, edhe i dulli te barku, ti më shkoj shku mu. Si është pili shqiptar që shku më nda gjermanë. Që gjermanë. I them lirë, që ka njëri pasi në përfund edhe. Çfarë thon tha, mori peshqiri, liri vajti te dushi, kush vjen me vrap shtyn derën. Çka ke? Ishte mazratori. Se do të thashë atë hashit, ishte në shku. Oh, mirë, bukur. Po ti s'keni histori të bukur, na tregoj shkurtër fare, një shkurtër, lutem. Kam sa dush më të shikosh. Mirë. Jo se po për më ne më për të për të lutë. Kush është trajneri më i mirë sipas jush në kombëtarën shqiptare? Trajneri më i mirë në kombëtarën shqiptare. Personalisht, se më përkon me kohën kur Shqipëria luajti për herë të parë në Europian dhe që isha kaq afër me federatën, Albani e di, Digital ka qenë atë sponsor general edhe bëm shumë Debiasin. E kam kështu debules. Po bësh i parë nga trajneri. Ja, për ty kush është, ja me veçëves, për ty kush është më i miri që ka qenë tani kombëtar? Trajnerët. Brezi trajnerëve të huaj apo dhe shqiptari? Gjithë. Mi hajt ndaj që mos për shqiptarët për të huaj. Po mos Shoqëreli. Po shqiptarët do Shoqëri Reli, edhe o. Ai ka pasur por nga të huajt, nga shqiptarët është Armando Duka. Ai është trajner për presidentin. Respekt, e du fort. Nuk e presidenti Duka. E du fort. Është historia e futbollit shqiptar, absolutisht. A mos të snaj tha, po nga të huajt? E tha pa këtë të ndrojnë, kam 2 meçe. Dgjoj, mua pëlqen, ka pëlqyer Debiazim shumë nga gjithë. E pra dhe nga të huajt. Jo, zgjedhjet që bë presidenti jon me futbollin italian, e kuptoj, janë zgjedhjet më të mira. Normal. Por që zgjedhjet më bien përse përket çmimit që marrin, apo jo? Në raport cilësi çmimi është i mirë shumë. Apo jo? Pra e ka ngret goxha ky pjaci. Ky Ioni që ka ardhur. Aktuali? Po, normal. Cila është ndeshja më e paharruar në karrierën tuaj e kombëtares? E paharruar? S'kam lut, po kur kemi raf Greqin. Kur kemi raf Greqin. Po, kur ke luajt ti. Kur ke luajt ti se kur ka Gjermani si kemi raf 4-3 në Anor, kemi raf 92. Edhe më bukur ka qenë tu kanë ik dritat në Shqipëri. Edhe majtën 3-3. Edhe televizori 3-3.
Kur kanë hap televizorin pas. Kur erdhën drita. Po kur e bën minutën 92? Pa shu e hajmë në gjithmonë nëse Kërkoj dysh. dhe me një ndrim që u bë aty në fund. Sa ndrimi. Po për çoj Alban. Tarve. Po vërtet. Ajo është shumë më e bukur ajo është. Po edhe Greqisë mbaj mendun. 2004 ka qenë? 2004 ka qenë. Ua, çfarë Ajo qenë atmosferë. ndeshje 2-1. Ajo nisi me gol nga Murati. Pastaj aty- Alia me një perë Aty të ishin shumë jashtëzakonshme. gjëra që u bën bashkë që doli dhe ndeshja me burr. E para dhe pjesa që ti luku nga Greqisë vjen kampion e Europës. Europës. Në atë unë jam bot tapu nga qefi. Duke ditë misin që kemi ne edhe me Greqinë në atë kohë, se sot jemi më ndryshe, por Po që donim shumë atëherë, po. Që operacioni fshesa. Fshesa tamam. U bën shumë gjëra që edhe ndeshja doli e burr. Erdhën në kampion e Europës atë. Po pra po. Kampione. Kampione kampione e Europës 2004. Po. A ka patur ndonjë moment nga karriera juaj, kujt ndonjë gjë që publiku nuk e di fare, që e keni majt fshehur? Jo, do bëj pyetje tjetër. Po ma fshehur shqiptari gjoj që Vini spiuna me vete kur shkojnë ty shtetit? Po kemi lut nga 90-ta. A jeni mbrapa 90-s, harrova. Ja, s'ka Harrova. pas. Më bëre pyetjen e parë që the ças ka ndryshuar. Ças ka Dhe unë ndryshuar, prandaj pra? po them. Fanella. Ka ndryshuar të gjitha, Gjitha. se ekipi kombëtar sot ikën me charter. Ne kemi ikë vetëm 2 herë, në Në autobus. Irlandë dhe në Irlandë dhe në Ukrainë. U thon me autobus gjithkohës? Jo, me avion, plas po me linj. Linj. Tranzit në Rom, yp, llogarit çantat me vete, një çantë kishte ti rrobat e tua ndresa dhe Por ishin në aeroport tjerë aty shtritu pritje 6 orë në aeroport. Kurse sot e ke Me charter. duke filluar që nga kostumi, pagat, transporti, Çdo gjë. mjekët, Ka çere tjetër ushqimi, ekipi janë Ka çere tjetër, ëh? Që ti ndryshon barabart komplet do që ikën 100%. jashtë, pa i bë qefin fare, domethënë pjesës të Albanit ku punon federat, ti akomodohesh në hotelet më të mira, aty ku akomodohet Italia, I kam Spanja, ndjekur vet. 2014 kam shku ke gjithë ndeshjet e kombëtarit. Me Genova, gjashtë mamen të mira të Europës. 16 Gjashtë mëjtën, mamen Genova, Portofino. Ue, ça jetë kena bë. Hajde. O lale jam e Po ti lashtu. nuk e ke lut. Unë losja me Digitalvin. Kush del kampion në Shqipëri nga ekipet? Vllaznia. Vllaznia del kampion? Po është ekipi më i mirë për momentin. Për mua, nuk e di. Po për ty Alban? Vllaznia Elbasan, një nga këto. Ose Elbasani, ëh? Ose Elbasan. Unë kam qef, unë me Albani kemi qef Elbasanin, se kemi edhe presidentin mik. Kujtimin. Kujtimi është presidenti i Elbasanit Kujtimi, po. Dhe faktikisht po jep. Por momentalisht po gëzon Tirana do dalë nga kategoria apo jo? uroj që jo. Edhe sa neshë duhet që shpëtoj. 7 neshë janë 21 pikë në lojë. Normal domethënë është shtrëngu shumë dhe ato që i hudhë gjithë parashikime se thoshin jo kampionati ala me këto Final Four këto akoma më i bukur po bëhet sepse ka ndryshuar formula dhe është bërë shumë herë më i bukur. Që bën ato katër pastaj luftohet lart, nuk ka skuadrat mesme të cilat nga që kanë komoditet mund të bëjnë ato transferat e neshëve ja japin një krau se është shikë gjë, domethënë kemi gjetë besoj formulën më të mirë të kampionatit ton. Besoj ky është këtë vit të jetë më i bukur, jo se rreziko dhe Tirana dhe kemi 2-3 skuadra të cilat luftojnë për titull, por që edhe Vllaznia ka një ëndër mbas disa viteve që do me kthy titullin në Shkodër, atë entuziazmi aty është i pa imagjinueshëm dhe unë kujtoj me nostalgji neshët tona Tiranës me Vllaznin janë nga më të bukurat. Derbet dihet që Tirana Partizani historikisht ka qenë se kemi provu të dy krahët, por i dyti më mas këtyre derbeve me Vllaznin hy. Po të uta e burrit tim apo? Mirë, nisi uta mirë është. E nisi mirë, por pati problemet e vet apo. Për kë bën tifo ti? Për të dyja. Për të dyja apo s'ta mban me thënë? Po ti Alban? Për Tiranën. Për Tiranën, ha? Është një problem që të dalë Tirana nga kategoria. Të dalë Tirana nga kategoria e sot është një gjunafi i madh. Gjunafi, po si mund nuk doli njëri? A është vërtet që do e marri Zamir Mane Tirana apo jo? Jam fjalë kështu, nuk dini gjë për këtë. Nuk besoj. Jo, s'ka lidhje, jo. Era pa që gjë, ëh? Okej.